Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët ka dhënë alarmin se fëmijët po përdorin teknologjitë e inteligjencës artificiale me ritme më shumë se 3 herë më të shpejta se të rriturit, duke u bazuar në të dhënat të reja nga 10 vende. Inteligjenca artificiale është këtu, ajo është një pjesë në rritje e jetës së të gjithëve, e tashmë po formëson fëmijërinë në mbar botën për mirë dhe për keq, tha UNICEF në një deklaratë zyrtare përpara dialogut të parë global mbi qeverisjen e inteligjencës artificiale. Agjencia vlerësoi se të paktën 20 milion fëmijë kanë përdorur inteligjencën artificiale, ndërsa mbi 2 milion të tjerë ose 1 në 10 kanë thënë se i drejtohen asaj për këshilla për gjërat që i shqetësojnë. Rreth 13 milion fëmijë kanë thënë se përdorin inteligjencën artificiale për të mbështetur mësimin dhe detyrat e shtëpisë. Fëmijët janë më të ekspozuar ndaj sistemeve të inteligjencës artificiale, përfshirë mënyrën se si ato janë dizenjuar, modelet e tyre të biznesit e si përdoren të dhënat e tyre, por kanë shumë pak fuqi për t'i shmangur ato ose sfiduar, thuhet në deklaratë, duke shtuar se fëmijët i ndjejnë të parët efektet e mungesës së qeverisjes së duhur dhe të jetojnë më gjatë me pasojat. UNICEF tha se 1/3 e fëmijëve në 10 vendet e anketuara kanë shprehur shqetësimin se inteligjenca artificiale mund të përdoret për mashtrime dhe dezinformim, ndërsa 1/4 kanë patur frikë se imazhet apo videot e tyre mund të manipulohen në forma seksuale të re me deepfake. Shumë sisteme po u arrin fëmijëve pa masa mbrojtëse, sigurie. Në dukje është një mendim i mëvonshëm, tha agjencia. UNICEF u bëri thirrje qeverie, sektorit privat dhe partnerëve që të përfshin të drejtat e fëmijëve në qeverisjen globale të inteligjencës artificiale, duke përfshirë investime në kërkime për rreziqet e kësaj inteligjence për fëmijët, forcimin e ligjeve kundër shfrytëzimit seksual të mundësuar nga inteligjenca artificiale, sigurimin e dizajnit të sigurt dhe transparent, rritjen e njohurive digjitale si dhe ngushtimin e hendekut digjital. Ky është një moment vendimtar. Zgjedhjet që bëhen tani për inteligjencën artificiale do të formësojnë sigurinë, privatësinë, mirëqenien dhe mundësitë e barabarta të fëmijëve për dekadat me radhë, tha UNICEF.